A duhesh me kon jurist për me kuptu kushtetutën? Nuk duhesh. Presupozohet që secili qytetar duhet me pas të mundshme me pa e me kuptu e me njoft kushtetutën edhe krejt proceset që burojnë prej saj. Dashta me gjet dekretin e presidentes edhe ka shumë vështirë me e gjet në faqen e presidencës, në fakt nuk mujta, po përmes disa njerëzve që i njoh në kuvend, arrita me siguru dekretin. Hajde thash të shohim bazu në cilat nenet kushtetutës po flet ky dekret dhe të shohim a është në përputhje me kushtetutën na si qytetar, jo si jurista dhe si eksperta, se në fundit kushtetuta u bë për na shërby neve gjithve, jo ekspertave dhe juristave, për ata janë seminaret edhe shkollat ku studiohen çështjet e tilla. Si qytetare e mora e qela dekretin, dekreti është shumë i shkurt, është një paragraf që e kallëzon arsyetimin edhe është fjala dekret edhe mandej thot shpërndahet legjislatura e 10 e Kuvendit të Republikës dhe thot ky dekret hyn në fuqi në datën e nënshkrimit. Zakonisht te kjo pjesa e arsyetimit ose preambulës kallëzohet në cilat nene bazohet. Thot, në mbështetje të nenit 86 paragrafi 2 të Kushtetutës të Kosovës. E marr Kushtetutën e Kosovës e qeli nenin 86.2. Dhe ajo thot, zgjedhja e presidentit të Republikës së Kosovës duhet të bëhet jo më vonë se 30 ditë para përfundimit të mandatit të presidentit aktual. Pra, ky nen thot që duhet 30 ditë më herët se sa me përfundu mandati i presidentit aktual, që në këtë rast i bjen që është dashur me u kry dje. Pra me 5 mars. Sot jemi me 6 mars. Sepse me 5 prill, presidentës aktualit Kosovës i kalon mandati. Mirë, deri këtu po doket që ka një farë baze në Kushtetutën e Kosovës. Dekreti vazhdon, thot, i cili përcakton se zgjedhja e presidentit të Kosovës duhet të bëhet jo më vonë se 30 ditë, pra është korrekt. Ndërlidhur me nenin 82, paragrafi 1.3 i Kushtetutës. Shkojmë te neni 82, paragrafi 1.3 i Kushtetutës. Te neni 82, mundi me pa që titulli është shpërndarja e kuvendit, pra ky nen është i dizajnuar për me kallëzu në cilat momente shpërndahet kuvendi. Edhe pika 3 e tij thot, nëse brenda afatit prej 60 ditësh nga dita e fillimit të procedurës së zgjedhjes nuk zgjedhet presidenti i Republikës së Kosovës. Kjo i bjen me kon me 5 maj. Na jemi sot me 6 mars, pra i bjen që mas 2 muajve është dashur mu përdor ky nen për me shpërnda kuvendin e Kosovës. Pra për mua është e çuditshme qysh ka mujt presidenca në këtë rast presidentja me përdor një nen në dekretin e saj në bazë të cilit e shpërbën kuvendin e Republikës për një datë e cila hala s'ka ndodhur. Pra deri këtu për mua tash është e paqartë në cilin nen edhe ka po bazohet presidentja e Republikës Kosovës kur po e merr këtë vendim. Në fillim po thirret te neni 86 paragrafi 2, i cili thot që duhet mu bo jo ma vonë se 30 ditë para se mi përfundu mandati presidentit aktual, që i bjen dje, ndërkohë që ma vonë, në një gjys fjalie ma vonë, thot që është edhe ndërlidhur me nenin 82.1.3 e Kushtetutës, i cili flet për nëse kalojnë 60 ditë nga fillimi i seancës. Dhe vazhdon thot dhe duke u bazuar në nenin 84.4 të Kushtetutës, e qela nenin 84.4, neni 84 titullin e ka kompetencat e presidentit thot nxjerr dekrete në pajtim me këtë kushtetutë. Kaq mandej i referohet ligjit edhe rregullorës që janë më të parëndësishme në këtë rast, sepse ato janë veç specifikime të kushtetutës, kështu që s'po na interesojnë në këtë rast për shkak se këtë land janë të përfunduar në gjykatë kushtetuese, gjykata kushtetuese do të merret me aspektet kushtetuese. E thash na këtu jena në një terren ku duhet me anis me bo një analizë të lirë logjike se ku ka të drejtë dhe kush ka të drejtë, edhe na duhet me i lexu me kujdes vet. Te neni 86 ku thot zgjedhja e presidentit pika 2 kallëzon kur duhet me ndodh zgjedhja e presidentit, pra flet për një situatë që zgjedhja e presidentit duhet me u bë 30 ditë para përfundimit aktual, mirë po, te ky nen kërkun nuk kallëzon çka ndodh nëse nuk zgjedhet presidenti.
Pra në këtë situatë, në rastin më të mirë, presidenti është dashur me u drejtu gjykatës kushtetuese me një pyetje ose me një kërkesë, mi thonë çka duhet me bën këtë rast, edhe pse gjykata kushtetuese në fakt nuk pranon pyetje të tilla, ajo veç ka vendosur që merret veç me vendime, pra veç me dokumente që prodhojnë një farë vendimi të caktuar, pra jo më me pyetje. Edhe pra ky nen në rastin më të mirë për një juristi me përvojë nuk është dashur me u përdor sepse ky nen nuk kallzon kurfar pasoja, kurfar konsekuenca në rast se nuk bëhet çaja zgjedhje 30 ditë para se me ashtu. Po neni që na intereson mas shumë ti që mas relevanti për neve është neni 82 që fol për shpërndarjen e Kuvendit të Kosovës. Kuvendi thot shpërndahet në këto raste. Nëse brenda afatit prej 60 ditës nga dita e caktimit mandatarit nga presidenti i Republikës së Kosovës nuk mund të formohet qeveria. Pra kur kryen zgjedhjet, presidenti i Republikës i jep dikujt mandatin me bë qeverinë, kalojnë 60 ditë pa u bë qeveria, atëherë vendi shkon. Shpërbëhet kuvendi dhe vendi shkon zgjedhje. Nëse thot pika 2, për shpërndarjen e kuvendit votojnë 2/3 e gjithë deputetëve, shpërndarja bëhet me dekret të presidentit të Republikës së Kosovës. Pra duhet me votu 2/3 e kuvendit, me thonë apo do na mu shpërnda si kuvend, andaj duhet presidenti me lëshu dekret për këtë punë. Edhe pika 3 është nëse brenda afatit prej 60 ditësh nga data e fillimit të procedurës zgjedhjes nuk zgjedhet presidenti i Republikës së Kosovës. Prom me 5 mars për hesapin tem ka fillu procedura e zgjedhjes së presidentit të Republikës, nuk po du mu lëshu në ato se kush ka të drejtë, a u dasht mu kon vjosa kandidata, as u dashta ka vepru mirë Albania jo, ato këna mi fol në ditët në vazhdim, po pyetja kryesore është a konsiderohet fillimi i procedurës fakti që kanë tentu me kriju quorumin për me votu raundin e parë. Një pikpamje thjesht logjike thotë që procedura ka fillu në momentin që janë paraqit 2 kandidatë dhe është vendosur që me hi në procedurë të votimit, ani pse në atë procedurë të votimit o pa që nuk ka quorum, do me thonë seanca veç ka fillu. Edhe kemi fillu procedurën, tashti është dasht me rrjedh afati prej 60 ditësh. Nëse mrena këtyre 60 ditëve nuk arrin me u konsumu procedurat që janë të parapame, rundi i parë, i dytë dhe i tretë, e dim që për rundin e parë vyn me kon 80 deputet pranishëm për me u konsideru rundi i parë që u kry, atëherë është dasht me shku në zgjedhje. Në këtë situatë, tu i pa senet që i kena përpara, tu i lexu kushtetutën, pa u dasht me kon ekspert as jurist as kur gjë, thjesht një njeri që din me shkrua me lexu, na bën të kuptojmë që ky dekret i presidentës së Republikës është një dekret problematik dhe që në vetvete përmban kundërthënie, i referohet nenit 86 dhe nenit 82, të cilët nuk flasin në mënyrë të njëjtë për të njëjtën situatë. Njëri thot mas 60 ditëve, tjetri thot 30 ditë përpara, po megjithatë neni 82 e ka emnin shpërndarja e kuvendit dhe nëse ish dasht me marrë një vendim për shpërndarjen e kuvendit, atëherë logjika na thot që ish dasht me marrë të u bazu në nenin që e ka titullin shpërndarja e kuvendit. Për hesapin tem, dekreti i presidentës të Republikës është jo kushtetues. Të shohim çfarë thotë edhe gjykata kushtetuese, apo na befason kësaj radhe me një super mendim, apo për i me edhe ata kanë me thonë që shumë e qartë dhe e thjesht edhe logjike që nuk është kushtetues ai dekret edhe që kuvendi ka 60 ditë fore për me zgjedh presidentin prej datës 5 mars.